ç'ke më visi që mendohesh? Sigur ka rënë bomba. Nuk ka rënë bomba, por ka rënë çmimi i shtëpive private në lagje numër 3 të qytetit të Korçës. Dhe sot do t'ju prezantoj njërin prej tyre. Më ndiqni për të zbuluar më tepër për ta, si dhe çmimin der ku ka rënë ai. Të ndodhur në brendësi të këtyre ambienteve të kësaj shtëpie private, me një sipërfaqe ndërtimi të plotësisht 254 metrave katror, të ndodhura njëra mbi tjetrën, të mirë vendosura në këto 3 kate të kësaj njësie banimi. Por le të shohim dhe organizimin e tyre një nga një. I pari, ai që na mirë pret, është ky sallon kuzhinë, i cili një dalje e ka dhe në pjesën veri lindore nga ku ndodhet dhe balkoni i tij. Por kuzhina e tij, mobilja të paktën, e instaluar gati për shfrytëzim në çdo moment nga të gjithë ata që do duan ta bëjnë të tyre këtë njësi banimi, këtë shtëpi private. Ky korridor lidhen gjithashtu dhe ambientin e tualetit. Një tualet i gjerë, i bollshëm, modern, i kompletuar me gjitha hidrosanitaret e nevojshme. Por, gjithashtu bashkëshoqëruesi i këtij kati është dhe kjo depo e vogël magazinimi. Shkallët e drunta na ngjitin në katin e dytë, dhe siç mund të shihet, ato janë të punuara me një material shumë cilësor. Ja tek ndodhemi, në katin e dytë të ndërtimit, të kësaj njësie banimi, ku ky kënd, i cili është i vendosur pranë vatrës, jep gjithashtu dhe mendimin se si do të mund ta arredoni ju vetë katin e dytë të kësaj banese. Por jo vetëm ambienti i këtij salloni është pjesë e këtij kati, i cili të nxjerr dhe në balkonin tjetër, në balkonin dytësor, në katin e dytë, dhe ky i vendosur në pjesën veriore. Por gjithashtu, ambient tjetër është dhe kjo depo murale, depo magazinimi ose mbajtëse e rrobave tuaja. Ja tek ndodhemi në katin e tretë të kësaj njësie banimi, një organizim ndryshe nga katet e tjera. Ky kat është i përber nga 2 dhoma gjumi, njëra në pjesën juglindore, që është dhomë gjumi për një çift martesor. Por gjithashtu dhe dhoma tjetër e gjumit e ndodhur në pjesën verilindore. Kjo një dhomë gjumi e arreduar me krevat tek. Pjesë e këtij kati janë gjithashtu tualeti, një tualet i kompletuar me të gjitha hidrosanitaret e nevojshme dhe me një dritare e cila mund të bëjë ventilimin e tij natyror. Por gjithashtu bashkëshoqëruesi i këtij kati do të jetë dhe ky balkon panoramik. Përveç ambienteve të brendshme, gjithashtu janë dhe ambientet e jashtme, si ky obor i vogël 20 metra katror, por i cili të çon në garazhin në katin përdes të kësaj ndërtese nga ku mund të vendosni automjetin tuaj. Do të jenë këto ambientet e kësaj shtëpie private, të cilat në momentin që do të vendosni, ta bëni tuaj, do të vinë me çmimin e tyre fantastik, me çmimin e tyre sensacional, me një çmim i cili i kalon të gjitha pritshmëritë dhe shkon poshtë të tregut aktual të shtëpive private. Për vetëm 1190 euro për metër katror, dhe këto sigurisht që mund të ngelen të diskutueshme të dashur miq pranë studios ton AK Real Estate, e cila ndodhet në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës 1 Maj në qytetin e Korçës. Por, për një vizitë në pronë, telefononi në numrat tanë të telefonit 069 39 88 918 ose në numrin tjetër 069 78 96 222. Dhe mos harroni, pronat më të mira i gjeni vetëm tek ne, AK Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më sakt, më sigurt. Ju mirëpresi.